Një prej mjeteve të transportit publik në qytetin e Vlorës ka përfunduar mesditën e kësaj të marte në një prej gropave të shumta, të lëna të hapura në një prej projekteve infrastrukturore që po realizohen në Vlorë. Autobusi linjës kryesore urbane të qytetit për të shmangur një automjet që kishte pësuar defekt në mesin e rrugës, ka kaluar mbi trotuarin në kantierin e ndërtimit për bulevardin e palmave dhe agrumeve, duke përfunduar më pas në grop. Trotuar ky i kthyer në kantier momentalisht ndërtimi, ku mjeti ka rënë në një prej gropave të shumta, të lëna të hapura prej muajsh aty. Si pasojë e rënies, e ka patur të pamundur që të lëviz për mëtej në destinacion, teksa drejtuesi është detyruar të zbresë të gjithë pasagerët, të cilët kanë vazhduar pjesën tjetër të itinerarit, sigurisht në këmbë. Fatmirësisht, nuk ka persona të lënduar, por pasagerët të cilët kanë qenë brenda autobusit janë friksuar në momentet e para. Goma e përparme e autobusit të qarë, teksa ky fundit ka pësuar edhe disa dëmtime të tjera, kryesisht në pjesën e përparme të automjetit. Përgjatë aksidentit, si rrjedhoi e frenimit dhe më pas rënies në grop, janë dëmtuar fare let disa pasagerë të cilët janë përplasur në ato momente me ndejset e autobusit apo me pjesë të tjera të tij. Por dëmtime këto të cilat nuk kanë pasur nevojë për ndihmë mjekësore apo shoqërim në spital. Ndërkohë që ky aksident ka bërë që qarkullimi rrugor në këtë segment të bllokohet për shumë minuta totalisht. Vargu i makinave ka vazhduar për qindra metra, duke e patur të pamundur që të qarkullojnë në të. Mjetet nuk kanë patur asnjë mundësi tjetër se nga ku të kalojnë, duke mbetur të bllokuara në mesin e segmentit rrugor, derisa ka ardhur ndërhyrja për largimin e mjetit që kishte zënë rrugën fillimisht, por edhe për vetë mjetin e transportit urban, i cili pësoi dëmtime. Projekti bulevardit të palmave dhe agrumeve, për të cilin po punohet prej muajsh në Vlorë, është kthyer në vërtet problematik për qytetin. Punimet që po zgjasin për te afateve, po shkaktojnë më pas një sër problemesh. Rasti fundit i urbanit, i cili ka përfunduar në një prej gropave të shumta, të lëna të hapura prej muajsh në këtë projekt, duhet të jetë një këmban alarmi për realizimin e punimeve me ritme dhe përfundimin e tyre sa më parë, në mënyrë që ky segment rrugor të kthehet totalisht funksional, por edhe zona të shpëtojë nga të tilla problematike tepër shqetësuese edhe për vetë komunitetin.